Kjo frugu e Zotrit. Klasën e motra, sot festojmë, së dhe në një përkujtojmë, sa prendë një martire. Fjala martirë vjen nga fjala latine martirë në krishteri, është ai person i cili është i mundu e i vranë. I vranë për shkak të fesë së krishterë. Ai që në vetë jetë e ka dhënë jetën si dëshmi të fesë krishterë dhe me tekën tjerë të dëshmitar i fesë. Në fenë krishterë, pra të krishterë, martirizimi themelohet në bazë të shembullit në besmirën e vjetër, si që është Eleazari dhe Makabej, dhe nga besmirë e re, si që në gjuhën leximin e parë, martirizimi ishte në shtjetit, martirit të parë. Kjo është ajo formë kryesore e dëshmisë fesë në kohën e përnjekjeve në perandorinë romane. Qysh nga perandorinë rënë deri te Diocleciani, pra 3 shekuj, 300 vjet. Krishterët ishin përnjekur dhe shumica e marronin jetën me martirizim, me gjapën e tyre, me jetën e tyre. Sepse çdo gjë që nuk mund të arsyetojë për gabimet e veta, i paditshëm krishterë. Pra 300 vjet edhe më radhë, veç me jetë deri 300 më shumë, jo më 300 vjet krishterët s'ka pas kufar drejtë. Jo që s'ka pas kufar drejtë, por janë kanë dënu për vdekjen nëse është vetëm i krishterë. Vetëm nëse ka besu Krishtin, nëse ka në diktu se beson Krishtin, ka shenë veç i dënu. Për atë arsye, martirët në fillimin e krishterizmit janë shembulli kryesor i fesë së Krishtit. Arsyetimin e parë, siç thonë ne teologjik, të rëndësisë dhe dëshmisë martirëve, na ka dhënë Shën Ignaqi i Antiokhis, i cili në rrugtim për dënimin e tij për vdekje, ju shkruan zazëve dhe besimtarëve që mos kundërshtojnë asgjë, sepse dëshirojnë që në dhomët e shtazës që do ta coptojnë bëhet mirë i bukur për bukën që do t'i gatohet sot. Ndërimi i këtyre martirëve ka filluar në shekullin e dytë, ndërsa veç në shekullin e tretë ka përfshi krejt pjesën e botës ku krishterët jetojnë. Krishterët e parë i kanë liruar, sidomos këtë kohë përnjekjes kur ishte kaluar feja krishterë, në për katakombet ishin parrezat e krishterëve nën tokë, sepse edhe mesha, edhe sakramentet gjitha ndaheshin në fshehtësi në tokë për shkak të rrezikut të jetës tyre. E krishterët luteshin këto varreza ku këta martirë kishin vdekur e ishin korruar, e ata luteshin livoret e tyre. Edhe i përmendeshin
në meshën shajtë, liturgjit që kishin pashtu në tokë, në katapulta. Në traditën teologjike, martirizimi është konsideru edhe si pjesë e cila e shlynë të gjitha në papë. Kështu që ta 3 shekuj të parë, martirët, edhe në qëse nuk ishin paksu, ata u konsiderëshën se janë paksu në një mënyrë për ata ma të vështirë, por para Zotit një moment madhështor, sepse kanë lekë, se kanë besu në Krishtit, në Zotit. Për atë arsye, për gjithë ata që s'janë konë paksu dhe janë martirizu për fenë e Krishtit, janë paksuë me gjak. Edhe sot, mësim fesë, për në sot vitë, thojmë se janë 3 lloj paksimësh, ky rëndonti me ujë e me Shpirtin Shënt, paksimi me dëshirën, që ose dikush dëshiron mu mojë krishterë e përgatitet për nuk më rrinë mu paksu e vdes, ajo është i paksu me dëshirë, sepse ka pas dëshirë mu mojë krishterë, dhe paksimi me gjak për gjitha ata që ka në jetën për Krishtin, për fetë. E në këta martirë ishte edhe Shnagrani, e cila ndërrohet edhe në popullin tonë. Edhe që është pajtore shumë popujve, sidomos si pajtore e ndihmës në të varfërve e të smurve. Për vujtnin e saj, butësin e saj, dhe mërkulli që i ka bë edhe gjatë jetës janë të lidhura shumë dëshmi me besime me këtë shëndesh martire. Shnagrania ka jetu në fillim të shekullit 2 në Rom. Ishte edukuar nga prindërit e saj në fenë e krishterë, që në atë kohë ishte e papranuar dhe rrezikshme për jetë. Kur prindërit e saj kanë vdekur, ajo tërë pasurinë që i ka mbet e ka marrë dhe ka shpërndarë ndër të varfër dhe jetën e saj krejtësisht ja ka kushtuar Zotit. Edhe gjatë jetës saj është munduar që ta dëshmojë dhe ka predikuar fenë e Krishtit pa kur farë frike. Edhe hapës. Edhe pse feja e krishterë ishte në lume dhe ishte rrezik për jetën e saj. Prandaj edhe ajo e ka përjetuar fatin e martirëve të mëparshëm, të cilët edhe me kusht të jetës së tyre nuk e kanë munduar kurrë besimin në Krisht. Dhe për shkak të predikimit të saj e dëshmisë saj fenë krishterë, është sjellë para perandorit Roma, i cili në fillim ku i premtua me çdo gjë, është munduar që ta ngohat në fenë e saj në Krisht. E duke shikuar mbreti i magnitur me urtinë e saj, për urtinë e saj dhe fenë e qëndrueshme, besimin e fortë në Krishtin, i thotë: "Oj vajzë, nëse pranon propozimin tim që t'i kushtosh flijë zotave të mi, do të bëhesh trashëgimtare shumë dhuratave, shumë pasurive. Por nëse nuk pranon, do t'i lëshoj që të mundohen me mundime më të mëshme që i di." E në këtë fjalë, Shnagrania i përgjigjet e i thotë: "Mos u bësh kurrë që ta mohoj Zotin tim Jezu Krishtin, por si sot Jeremia profet, zotat që nuk u krijuan në qiellin e tokën do të zhduken nga tokë." E perandori
urdhën që në kokë të saj t'ja vend helmetin e skuqur në zjarr. Por si pas vëllonave shkapranën, nga kjo helmet e skuqur në zjarr, e ka shpëtuar vesa që Zoti e ka quar të kryt e trupin e saj. E për shkak të kësaj mrekullie, shumë ata që ishin duke shikuar ato mundimet saja, u ban besimtar dhe i besim në Krisht. Pastaj perandori dha urdhër që në fuqit mushet me peshqve e vaj dhe qitet në flakë të madhe, dhe në këtë fuqi ka vendosin shkapranën. Por ajo, ashtu e vendosën në mes të fuqisë, rrente e pa dënuar as pak. E perandori duke shikuar atë mrekulli, i thot shkapranës: "Merë një gërsh vaj e më spërkat me atë vaj e ato peshqve të shoh a do të me djetë apo jo." E shkapranja mushi dorën në vajit edhe peshqve dhe ja derdhi në fytyrë. E perandori në atë moment u verbua dhe filloi me zë të lartë ta lutë shkapranën: "Ke mëshirë për mua, e shërtore e Zotit të vërtet, e unë do të besoj në Zotin cilin ti e predikon." Shkapranja u lut dhe perandori ja ktheu pamjen e tij. E perandori në të njëjtin moment në shërtorët e tij besoi në Krishtin. E shkapranës u lirua dhe një ditë pas daljes së saj në qytetin e Romës, ka përjetuar edhe shumë mundime tjera. Por çdo lëndim që ka ndodhur trupin e saj, mrekullisht është shëruar. Shkapranja ka vdekur duke kryer kokën rreth vitit 114 nga urdhën të princit Parizit. E ishën të saj, sot pushojnë në qytetin e Istanbul. Vëllezër e motra, dëshiroj si pas shembullit të shkapranës, t'ju them edhe disa fjalë se çfarë porosie kanë me na dhënë sot shkapranja e gjitha ata martir që 300 vjet e kanë dhënë jetën për fenë e Krishtit. A ka sot në Atëresi? Mu besoj se kërkush për nesh nuk ka përjetuar me i thonë dikush: "Po, mos besoj Krishtin, nuk ka me të mirë, po ka me të bravo, ose ka me të mirë, ose ka me të munge në mirë të mirë." Sot s'ka. Pra, a vlerë, a kemë qka me mësua për martirizimin të këtyne shrajtëve që 300 vjetë e dëshmën të Krishtin në rrezik jetës. Duhet të dim e t'jemi të vedini sepse në jetën e përditshme jemi të thirrur që të marrim pjesë në shërbimin tonë, në shërbimin e atyre që jetojnë ne, ose, si thoshte Pavli, i bashkëngjesim veprat e martirizimeve tona të përditshme në shërbimin që ka dhënë si dhuratë madhe Krishti për secilin prej nesh. Dhe nëse duket se këtë jetë jemi vetëm shikues nga larg, ne kuptojmë se martirët na ofrojnë shembullin e saj si jemi të vërtet pranueshëm, duke vendosur Krishtin mesin e veprimeve tona përditshme. Gjatë tërë historisë së Kishës, meshkuj e femra, sikurse martirët me heroizëm e kanë paguar çmimin për fenë e vetë krishterë, tregimet e jetëve
të tyre i prekin pjesë më të thella të shpirtit tonë dhe në ne na nxisin dhe na forcojnë për momentet e jetës kur ne po ashtu e dëshmojmë Krishtin me martirizimet tona të përditshme. E derisa e lexojmë mësimet brutale të mundimeve të tyre dhe dashurinë heroike për Krishtin që kanë pas, ata martirë e shnabrenda sot dëshirojnë të zbusin zemrat tona, por edhe na frymëzojnë. Dhe pse ne nuk mund të arrijmë të vërtetën në cilën shenjat e kanë përballuar, nuk mundemi të mos pyesim çka do të bënim ne në rrethana të tilla, po të kërkohej për nesh një gjë të tillë. Si do të reagonim kur do të ballafaqoheshim me fytyrën e cilën Jezu Krishti ja ka pasur në jetën? A do të japësh jetën tënde për mua? Ne do shakur nuk do të ballafaqohemi me pyetjet përfundimtare të jetës apo vdekjes, siç e kanë pasur shumë martirë. Por për ne është e rëndësishme të kuptojmë se në një mënyrë të caktuar në këtë pyetje hasim për çdo ditë. Ne jemi të ftuar të njekim jetën e martirëve jo me vdekjen trupore, por me pranimin e martirizimit përditshëm që ndodh në jetën. Shpesh i frikojmë asaj që nuk e kuptojmë, e vdekja nuk është përjashtim. Me siguri në jetë do të takoni shumë pak njerëz që janë të gatshëm me vdekjen. Edhe për Krishtin. Kjo është pjesë nga asaj që tregimet e martirëve e bën aq mërzitëse të shikosh vdekjen në fytyrë dhe të pranosh diçka për shumicën nga ne nuk është sot realisht. Por, me mija martirë në historinë e kishës kanë bërë diçka më madhështore se vdekja e thjeshtë. Nëse vdekja është vetmja gjë që kanë bërë, nuk do të ishte asgjë që ta festonin ose cilës do t'i jepnim nderim, siç japim sot shkatërës. Ktu është fakti i veçantë që kanë vdekur për Krishtin, duke mbajtur veprat e veta të fillim të njëjtën cilën ai e ka bërë për ne. Pra Krishti mas pari ka vdekur, e ka dhënë jetën për ne. Nuk dhe thonë, është martirizuar për ne. E na sot, si e këthe, atë dashni të madhe të Krishtit që e ka tërgu për ne. E shqetnimi i martirëve rrjedh nga ajo se vepra përkatëse është pasur për shkak të Krishtit dhe dërgimit të tij, e jo nga vetë vepra. Por, nëse ne kur nuk do të ballafaqohemi me situata të cilat do të na ftonte në flijim të tillë, mund të na jetë e rëndë të shikojmë se si martirit mund të ashtrojnë çfarë dhe kontrollit të devishëm shëndimin personal. Nëse i përfaqëm nga tregimet e tyre mund gjejmë ndjenjen e përgjithshme frymëzimit dhe trembimit, por nga to mund të nxjerrë edhe shumë shembull për rinjetën. Tundimi është i pranishëm të përqendrohesh në ato momente të cilat meshkujt e femrat i kanë bërë shenjtër, por jeta e tyre është shumë më ndërlikuar. Shenjtia e tyre është formuar në mbledhjen e shumë momenteve të vogla që ti kanë udhëhequr dhe i kanë përgatitur që të heqin gjitha vujtjet e tyre. Qoftë të bëhej për një nesër dhe të tërheqen nga familjet e vetme dhe miq që do mund të ndjekin ftesën e Zotit, ose kushtimin e punës tij për lavdit të madhe të Zotit, ata e kanë kuptuar se çka do të thotë të jesh martir i përditshmërisë. Dikush për shkak të Krishtit e shkrin vetveten në gjitha ditët e jetës. Kemi apostujt e parë që i kanë lënë familjet e krejtë të shkumas Krishtit. I kanë lënë çdo gjë. E kanë shkumas Krishtit. Ashtu si ata dhe ne vllazër dhe motra,
me një mënyrë duke dekur dita ditës dhe duke mos ditur janë përgatit për atë festë të fundit të festë që ka qenë martirizimit. E ne sot duke falëru shërmive që nga kanë lënë, dhe ne mund shkojmë se dhe ne jemi të afër për çdo ditë marrim pjesë në formën e përbujit martirizimit përditshëm. Cilat janë ato vdekjet tona përditshme? Të gjitha momentet kur ne për shkak të Krishtit i kryjmë detyrat tona në çfarëdo vend elefant të jetës. Kush është pra martiri i sotëm i përditshëm? Baba, nana që shkrijnë për familjen e vetë duke edukuar, ushqyer, vesh, e shkolluar dhe më rëndësishme nëse i mbajnë premtimet që ka dhënë Zoti që t'i edukojnë fëmijët e tyre dhe që t'i rrisin në ndershmëri dhe besnikëri ndaj Krishtit, që ata fëmijë bëhen njerëz të mirë e besimtar. Kjo është e martirizimi i përditshëm. Sepse besoj se gjithë jemi të dishëm që nuk është lehtë me marrë premtimin që e kanë dhënë kur është pasur fëmija. Sepse i kanë premtuar Zotit se do të arrisin e edukojnë ashtu si Zoti e kisha shënë. E si do të kohën e sot, sa është pak lehtë. Me edukuar fëmijët e me marrë në të binar e fesë në Krishtin, besimit në Krishtin. Martirizohen fëmijë që kur të rritën të mos e harrojnë prindërit e tyre, pra që nuk e kanë harruar urdhën e katërt të Zotit. Ndero prindërin tonë transmetuar shumë e mirë për ne. Sepse dhe këta fëmijë kur të rritën përveç punës së përditshme për të krijuar familjen e re dhe lindur pasardhë të rinj të familjes, ata shkrihen, martirizohen duke ndëruar prindërit e tyre dhe duke u kujdesur për ta sidomos në kohët e pleqërisë, posaçërisht gjatë smundjeve të tyre. Të kujdesen për ta që ta kenë një jetë sa më të mirë e të lumtur. Gjyshje, martirizohen edhe në pleqëri, se jo vetëm që gëzohen për lipat e vesat, po edhe pse në pleqëri kujdesen për ta e që fëmijët janë gjimi më i madh i jetës tyre në pleqërinë. Martirizohet nuska kur kujdeset për vjerrin e vjerrët, sidomos në kohët e pafuqisë fizike të tyre. Por edhe vjerrit e vjerrat kur i pranojnë dhe sillen me nusën si me antar të familjes. E jo një trup të huaj. Martirizohen nanat kur në vend të telefonin durë kanë fëmijë në prehën dhe i mësojnë të bajnë kryq, e t'ju mësojnë urat themelore siç kanë premtuar kur janë paksuar ata fëmijë. Martirizohet për çdo ditë babat kur me jetën e veprat e sjelljes të tyre e ngrohin familjen e antarët e saj me një frymë krishterë dhe u lutur duke mësuar fëmijët që ta falin e të janë të ndershëm me njerëzit që takohen, që edhe në orat e jo me shkallën e vetëm. Ky është martirizimi i përditshëm që i pëlqen Krishtit e shënëris. Pra ne vëllezër e motra mësojmë për shënëpranës se si duhet ta shkrijmë jetën për një tjetër, e mos shfrygohemi asnjë fuqi e cila dëshiron të na ndajë nga Jezu Krishti, por me jetën tonë, me veprat tona, me sjelljen tonë, me besnikërinë tonë të mesin Krishtit besnik, ta jetën tonë e ta lutim shënëpranën dhe me gjithmonë në mjetëse e cila prej nesh, për familjet tona, për ne, për familjet tona, e për këtë familje të zgjidhni të jetë gjithmonë mbrojtje e bekim në jetën tonë përditshme. Amen.